Mirëmëngjesi edhe një herë për të gjithë ju që sapo jeni zgjuar dhe keni nisur ditën në Info Plus dhe Star Plus Televizion. Sot kam kënaqësinë të kem të ftuar muzikantin Rezar Cacani. Mirëmëngjesi nderuar, faleminderit që je me mua. Faleminderit që pranove ftesën time, pas shumë propozimeve dhe ftesave dhe je këtë mëngjes me mua. Të bëjmë së bashku një bisedë shumë interesante dhe të këndshme, ku do përqendrohemi më shumë tek muzika e live-it në Shkodër. Si e shikon ti muzikën e live-it sot në Shkodër? Kënaqësi për mua të jem këtu herë. Faleminderit për ftesën. Muzikën live po e marrim në prizëm të live-eve në përfundjava këto për këtë po më pyet. Besoj. Jo muzikën klasike. Jo muzikën klasike, po, patjetër. Muzika arktuse. Muzikën arktuse, atë që mezi e presin, paktën shkodranët janë shumë të e kanë për zemër këtë pjesën e live-it. Qyteti që funksionon më mirë në Shqipëni këtë mund me thonë me bindje. Edhe dimnit edhe verës, dimnit ka ato shumë lokale për fat mirë funksionojnë, bile vinë nga rreth e tjera për në performu në Shkodër. Verën e ka dhe më interesante, i bashkohen turistat, sidomos pedonale i ka dhënë, e Gjuadoli ka dhënë shumë jetë kësaj muzikë. Mos e plus minuset e veta, se cili ka ato pikpamjet e vetës si duhet më ba muzika në Shkodër. Kam një mendim se unë kam fillu, jam nërtë parë që kena ba muzikë live para shumë vitëve. Kena rujt një lloj, kena pas një pakt sheft midis instrumentistëve muzikanta, e kena rujt në qose mund të quhet çdo pak muzikën. Çfarë do me thonë? Ka kene ndame, gati si me thik, muzika që bëhet jashtë, gati akustik, mund të kena lujt me një kitar fizharmonik, një këngëtar, një kajon, vegla, me volum minimalisht, kushdo që ka nuk ka shqetësu për i volumit, gjatë që po nëllë sot, po thëmë të mirët edhe të kundërtat. Kurse sot që kja pjesë i më shqetëson, jam edhe vetë pjesë e kësaj, por nuk mundem unë, ose 2-3 vetë për me ba këtë punë, duhet me kënë të anë bashkë, është çështja e volumeve, sidomos e repertorit. Është një brez i ri që nuk i paragjikoj hiç, që dojnë me hinë treg krejt mirë, i përgëzoj bile, por nuk dalluhet më muzika arktuse, nëse mund ta quaj si është kanë parë, me një muzikë dasmet që bëhet sot. Aty si klient, aty ke gati të njëjtin repertor, edhe në Gjuadol po them, po diu nëse diku tjetër, këtë njëjtin si një dasëm që kemi thirr ato njerëz që performojnë. I kam duket e pa arsyeshme. Duket që është bërë ndoshta nga publiku që i përzgjedh ose që i ka me dëshirë këto kënga, apo nga vetë këngëtarët që të pëlqehen më shumë. Krejt bukur, është rruga më e thjeshtë për me dalë për situatet. Se me kënu ato këngë impenjative, disa rresht është koncert në veti për çdo natë, edhe jo gjithkush mund ta realizojë. Edhe mos në publiku i përqafon më shpejt, por detyra jo nuk është me gjithmonë me bëj çdo njerëzit. Por është gjithmonë pjesa që duhet i pëlqeni sa më shumë dhe t'jenë ato që janë gjithmonë kaq të gëzuar dhe duket në fytyrat e tyre, pjesa që i ka pëlqyer shumë muzika. A ndikon edhe kjo? Nuk jam kundër për me ba muzikë që pëlqejet, thjesht me selektu, ka shumë gjana të mira përveç deri te muzika e dasmave, edhe shqip, pa tjetër, pavarësisht se në gjithmonë kena ba edhe të huaja të gjitha llojet, pothuajse, anglisht, italisht, francesisht, e tjerë. Po, të ketë një larmi. Larmi ka pas, por edhe me fokusuar te muzika shqiptare ka sa dush, që mundesh me marrë një live-it shumë të bukur sikur disa këngëtar edhe jashtë Shkodrës e bajnë. Po. Në gjënë shqiptar natën, bile disa me këngë të repertorit vetë. Shemet i kena krejt mirë, thjesht duhet me njekë, mendoj. E kjo është diçka shumë e bukur. Kur ndjekin muzikën shqiptare, për mendimin tim, të paktën përderisa jemi në Shkodër, këngë kemi, siç thua ti, një repertor sa të duash, këngë dhe shumë të bukura e të mirë punuara, por kam dëgjuar të paktën këngëtar që këndojnë live një repertor fillim dhe fund, vetëm këngë të huaja. Në Shkodër, nuk po ju përmendim emra, dhe unë besoj kjo bëhet pak shqetësuese, sepse për një turist që vjen, dëgjon që këtu nuk këndohet asnjë këngë shqip. Besoj që nuk ka shumë sens, si e mendon ti këtë pjesë? Shkodra qysh në fillimet e veta, para shumë viteve kështu e ka fillu. Nga pas qef me kënu pak italisht.
pak anglisht. Po, Edhe e tjerë, ka fillu kështu. Nuk jam kundër, por mu bazu te muzika, jonë, turisti që vend ka ardhur për me pa një këtë vend me tanë gjanat që ka këtë vend. Vërtet. Edhe ka qa me pa, bo. Edhe kur vjen dhe në ushqimet që i gatuar në Shkodër tradicionale, ata që i kena, dënë edhe muzikën këtë një gjuhë, edhe jam shumë dakord që kishte e kanë mirë me përfilizu të muzika jonë. Vetëm një repertor me këngë shqip do t'ishte gjëja më perfekte. Perfekt është. Do t'ishte gjëja më perfekte. A është më lehtë të bësh muzikë në Shkodër pra një publik që është gjithmonë i afruar me muzikën dhe shumë i dashur me çdo gjë që interpretohet, sesa në një vend, një qytet tjetër të Shqipërisë? Nuk mundesh as me ndo, as me paragjiku as një qytet, në thonë drejtën. Shkodra ka dashninë e vetë, është shumë e vështirë për dhe edhe më pëlqen. Por po të Allah okej në Shkodër, aty e ke marrë për gjithë këtë. Pra është më vështirë të bësh muzikë në vështirë edhe më bukur, bëhet më interesant. Duket sikur gjithë shkodranët të këndojnë dhe njëkohësisht me ju që bëni muzikë. Kështu thonë edhe për në Korçë, kështu thonë gjithë këndë. Çdo qytet, edhe Lushnja u ka qef, në këngët e vetë. Nuk mund me thonë këtë... Pra nuk mund t'i ndajmë, nuk mund të kemi një Ka në raport, shiko, mendoj që ka në raport disa mite për Shkodrën. Si për shembull? Disa, vetëm Shkodër kënojnë edhe në qytetet tjera, në vendet tjera, nuk është se s'kënojnë. Ndoshta shërbem pak tek pjesa që jemi kritik, në momentin që mendojmë se dim të këndojmë, shërbem pak edhe të kritikojmë ndoshta këngëtarin, apo po kjo, qa po këndon kjo kështu? Ja, dakord, unë se thash, ka në radamide sepse janë rru brezat, ja. Sot brezat e ri për shembull, ato këngë që ne janë ato folë që po mendojmë, edhe ato që bënë gjojnë, ato nuk i këndojnë më. Jo, vërtet. Atëherë s'mundesh me thonë sot këndon ta në Shkodër, ka këndu ta në Shkodër, po, dakord. Kështu thamon. Nuk këndon më, pra ka ndryshuar brezat, ka ndryshuar koha dhe ndryshon ndoshta edhe mundësia se si po rriten sot brezat e rinj dhe është shumë e kuptueshme. Në këto net live, pra të njëjtën të shtunën dhe të premten që ju jeni gjatë gjithë kohës të angazhuar, të me këngëtarë të ndryshëm, si mendon, si është me cilë këngëtarë, ndoshta nëse e diferencojmë ndonjërin, është më e lehtë këndosh sot të kesh performancë live në Shkodër? Unë sot kam grupin tëm, ka një vit që është Rigersa Loka, që fitoj X Factor vjet, edhe është Juri Dajani, një nër instrumentistat, violinist, ma të mirë që ka Shqipnia, alle matnej. është komoditet sepse kena ba prova, kena përzgjell repertor, me mundu me kanë pak nërshë, e tanë të to që sa po thash, mendoj që pjesën më të madhe i kam vullën në zbatim me punën teme personale, por prap nuk mjefton. Kurse për para, kam fillu qysh, 20 sa vjeç, kam fillu me Eduard Jobanin, e kam thane dhe ta thamë gjithmonë, një mesat ma e të mijet në këtë punë, paralelisht me Frederik Nocin, edhe me shoqën te me Rezarta Smaja. Sa bukur. Edhe ti the është komode të kesh grupin tënd, pasi është momenti që ti tregosh apo të keni një ndërthurje së bashku, sepse për një vit kuptoheni me sy tashmë, nuk kam më nevojë të tregojmë se cilë këngë po fillojmë, sepse është kuptim me sy, si për zgjolle, jam shumë kurioze. Për zgjolla se isha në përgjim të elementave. Ma që pak eksperiencë kam në vite, tashma mendoj që e di se që kërkoj. Ja rasisht nuk në dhe si sënë. Rigersa është në vajzat shumë të talentum. Është talent i lindur, është vërtet shumë e mirë. O kriju një hapsin, po ashtu edhe Juri, paktin mini grup është i vogël, është po të paktin funksionon si grup. Funksionon si grup dhe jeni shumë të mirë, çdo ku ju dëgjojmë, është ai momenti që është jeni shumë të mirë të tre dhe është ai vibe juaj, ai kombinimi ndoshta që ka një tingull dhe të mrekullueshëm, po këngët si përzgjedhni? Me shumë kujdes. Ma shumë arëm unë, gjithmonë të u konsultu, po sepse më interesën me përru, shikoj, kena si të pak si ndame, unë bi gjanat e vjetra të eksperiencë teme, të përzgjedhura nga pak, kurse Rigersa, për shembull, ka ma shumë në hatje për këto të rejat e fundit. Edhe mosha e saj e vogël. Po pra, edhe kështu me arë në vështë. Gjithmonë me kujdes, mundra me gjithë 10 këngë me propozu edhe me përzgjell vetëm njënin, që na më rmendje. A ndryshojnë nga vëndi?
Nga vendi që këndojnë, për shumë nëse sot këndojnë në Gjuador dhe nesër në Velipoj, ndryshojnë këngët? Paktën është një 30% e këngë detyrueshme që e kena bërë në detyrë vetit prindër, shumë e për 7 vendet. Ose një ambient mbranda në diçka tjetër. Pra si shikohet? Shikohet e klientela që mblidhet në lokal, shikohet nga ambienti, është i jashtë apo brenda ku mund të këndojmë edhe këngë të qeta. Si mund të i diferenconi, ose si i përzgjillni? Nëse më tha në plazh Velipoj për shembull. Po mirë, çështë e veshja fillon, nëse shkon me veshje, si ka marrë sot si për Velipoj. Atëherë normalisht do të përzgjedh që da këngë fije ma kaliente, ma pak latine, diçka kështu. Kurse ndërsh një lokal me randimnit mund bëjnë pak ma tradicionale. Ajo dhe muzika e qetë, që ndoshta në Velipoj nuk përshtatet shumë. Do ta fillosh me ritëm. Do ta fillosh pak. Si një skenë të madhe që në ata kanë një orë me bapa, ata do të jenë përzgjedhur, nuk mund ta ndash repertorin si e ndan në një vend tjetër që kemë bërë 3 orë muzikë. Patjetër. Po në lidhje me dasmat. Kemi dasma, sepse vera është një angazhim më vetë ku live dasmat janë është. Nuk ka kënë i profilizuar më qysh në fillim këllë informacionit të dasmat. Unë kam bërë shumë dasma për para, por të pasë rigjersën këngëtare moderne, nuk jena ngutë për këtë punë. Kena bërë një gjatë të vogël, po rëndësipë nuk i kena lanë prioritet dasmave, sepse qëllimi është me shku të dasmat që ata unë kam bërë ta njëtën për pa të ata emra që përmendëm. Kena bërë pjesën e dasmave moderne. Ka ndasht edhe tradicionalen, edhe pjesën argëtuese tjetër, moderne. Dera aty mundena me shku gradualisht, për ma shumë nuk e di, flasim një vend tjetër. Mendon që është edhe më e mirë pjesa që jeni profilizuar, tashmë dhe ndjekni pjesën e live-it, Regersa është një këngëtare shumë e mirë, ajo mund të bëj unë pa dyshim, them që mund të bëj çdo gjë, mund të këndoj çdo këngë, është e mrekullueshme. Por kjo profilizimi vetëm tek live-i ndihmon edhe atë të rritet artistikisht edhe ju si grup, dhe jo ndoshta të hapesh në shumë dimensione, në dasma, në pjesën tjetër, ndihmon grupin që të jetë më i angazhuar dhe të jetë më i përqendruar pjesa që e keni vënë atë synimin tek live dhe jeni përqendruar aty. Live është një pretekst, sidomos për këngëtarin, nuk është qëllim. Ne do të shkojmë live për më prezantu të njerëzit, me të regu se që bëjmë, se nuk mundena me ditë vetëm në shtëpi, dakord, Regersa ka një performancë me atë që fitoj shumë e mirë, në festival mori pjesë. Unë kam ato të mijat, jo në YouTube, jo njerëzit njofin, po nuk mjafton pa na pa bashkë. Është vetëm rruga për me shku diku tjetër. Jo nuk e kam prapë të dasmat, po të koncertet, dhe kurse Regersa pa tjetër që është gati e detyruar me bë këngë me klip, me marrë pjesën për festivale, e ja pjesa serioze që i duhet. I duhet nga në artistike. Po, kurse kur të vinë këtë moment, ose si kur këparë, se në verë kena 2-3 gjana shumë interesante të maja, kjo është rezultati i kësaj punë që po vajmë. Mund të zbulojmë dhe një detaj të vogël, sepse ti e nxorë vetë bisedën. Po ja, se sash ne, thjeshtë kena me këmu në disa skena që janë këngëtarët më të mirë shqiptarë, që kena një orë hapësinën tonë, po është skenë, të me thonë, në jugë, dhe është interesant nga ta në drejtimet e të rritë, të me thonë. Nuk mund është me thonë që të bëha karrierë të punu në një kudo, në një qytet, në përfundjavat live. Ja, nuk unë se llogaris, është mirë, një pjesë punet quje me të mirat e veda, po edhe minuset e veda sepse të lenë këtu, të lenë të ikë prizmë, s'ke kur shkanë mu. Se du, këtë se du hiq. Këtë pjesë ndoshta që është qyteti, që të mbyllë pak në atë... Me është lokal, kaq. Nuk mjafton. Unë mendoj që me ju ka ndodhur kundërta, sepse ju njiheni. Videot janë virale në çdo vend dhe besoj që është e kundërta, nuk është sepse është rrjetet sociale tashmë që ndikojnë shumë në përhapjen edhe të reelsave, të storyve që bëhen, dhe ju besoj që njiheni
dhe nuk keni mbetur lokal, Jo mjaftueshëm. qoftë edhe nga Rigersa. Mos më livdo kot, jo mjaftueshëm. Gjithmonë modest Rezarti, nuk ka... Pak kështu e shoh pse tash nuk mjafton. Nuk mjafton. Sepse njeh edhe pjesën tjetër se kena punu përpara në tonë Shqipërinë në raste gjithë farë rastesh. Dhe tash ka në shumë herë ka në shumë klima muzikore gjithë ku njën Shqipërinë të anë botën. Dhe prandaj janë këta me lidhë me fillimin, prandaj bëhet edhe kjo muzikë e shpejtë. Si ka ndryshuar? Si mendon që ka ndryshuar? Pra, nëse nisim me fillimet që ti ke bërë muzikë dhe flasim edhe për sot. Sepse janë jo pak vite, janë shumë vite karrierë, shumë vite që ti ke bërë muzikë. Si mendon që ka ndryshuar? Po që ose ka ndryshuar politikisht. Rrjedhimisht edhe ekonomikisht. Brezat tjerë, edukimi kulturor në përgjithësi nuk është si përpara. Nuk është përqendrimi, sot harxojnë kohën, po t'i them. Nuk besoj se ulet shumica me lexu një libër. Alla ato që e lexojnë në telefona, tableta, këtu dakord. Socializimi nuk është mos si ka i brezave. Snollin ma bashkëpunime, as të rrit, as të vjetrit. Edhe njerëzit s'ka në pikë fajt, mësë dhe. Këtë pa thonë për pjesën që në ata kanë ne, para se me dalë me përformu. Njerëzit do të marrin atë që e japim në gjanë ma të thjeshtë, ma të aksesueshme. Periull hamburgerit erdhi si periull hamburgerit i shka e shpet, e ka të vështirë shumica me përësit i pjatë serioze, muzikalisht. Muzikalisht. Dhe kjo është e vështirë për ju? Është e vështirë se të ditë se si ka funksionu për i ku erdhme, si po mjetojmë, bëhet e vështirë emocionalisht, pjesa jote është që du t'jesh i përgjithshëm me mu përshtatë dhe me jadal, pa atje, nuk ka kja. Po të vjen keq emocionalisht, pse shku me këtu, inshallah, me kalimtare. Ndoshta ka s'kena armuan ku në adi. Ndoshta këtë dojnë dhe këtë pëlqejnë dhe atë duan të dëgjojnë. Kur s'ja me këtë dojnë, ai që ja profesionist duhet, kur shkan diku të një restorant, nuk mundesh me thonë du këtë që du unë për një... Për do i përshtatësh vëndit. Po pra, një guzhinjerit të jashtëzakonisht të mirë, një sekundë të ti për këtë punë, më thuj ti që më sugjerën. Edhe kështë duhet me kërë edhe një. Na duhet me sugjeru gjanat ma të mira, edhe me prit, jo me marë suksesin fill. Prit e me marë, edhe funksionon, se është e përvu, me kanë përvu tjere për enesh. Sa bukur kjo të marrë suksesin duke pritur, dhe jo, ndoshta për të mbyllur në fund një thirrje për të gjithë të rinjt që duan të merren me muzikë, me artë, me këngën që ne e duam dhe e pëlqejmë kaq shumë. Po rrugët janë të thjeshta. Korreksi, studim, bashkëpunim, orientimi është shumë i rëndësishëm ku e marrin, me një orientim të mirë, dhe këto tjerat është një profesion shumë i bukur. Të falenderoj shumë që ishe mua këtë mëngjes. Falenderoj edhe ti. Faleminderit dhe të gjithëve ju që na keni ndjekur deri në këtë momente në Star Plus Televizion. Takimi radhës së bashku të hënën.